Ty? Nëse Drita e lunë derbin kundër Gjilonit, derbin që këta din me lujt edhe... Jo, e lunë aty s'më s'ki pikë dyshimi. Jo, unë nisna prej logjikës shumë tjerë, nëse e lunë, se tash jënë shpoll kampion, po derbin betë derbi, edhe ishtë dashme me derbi. Nëse Drita e lunë derbin kundër Gjilonit, edhe Prishtina respekton kampionatin, deri në fund, qysh e ka respektu sot, unë menoj që Gjiloni ka me pas mas vështirë. Si paksoj që po thu ti, Gjiloni nuk ka forcë me mbosh Dritën as Prishtinën e Re. S'po them që s'ka forcë. Drita Gjiloni ka me pas mas vështirë, po them. S'po them që s'ka me pas forcë. Drita s'ka forcë. Po nuk ka pas forcë në derbet që janë luajtur deri tash, nuk e ka dëshmu vetën Gjiloni. Tash në këto 2 gjiro kur është edhe më e vështirë që është luftë për mbijetesë, vështirësohen gjanat. Edhe Llapi nuk e ka lehtë, po kur e sheh Llapin që me një Ferizaj të përshëndetur nga liga, nuk vjen Llapi, problemi. Pse s'vjen Llapi? Jo, për ata që s'vjen Llapi. Arsim se s'vjen Llapi. Dro tabela që ka thonë. Se s'vjen Llapi, Arsim. Nxehet, 2 gjirat e fundit nxehet. Momentalisht, pozita Parashi ta kanë Llapi. Edhe Prishtina rrezik. Më i rrezikuar është Gjiloni për mua. Në këto ndeshje. Arsim për ty? Drita e mund Gjilonin, është edhe më e fortë edhe do me mojt atë ritmin që është kampion edhe besoj që edhe është ceremonia.